Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi në një deklaratë për mediat kryeparlamentaren Elisa Spiropali se sipas tij ka gënjur lidhur me raportin që Parlamenti Evropian pritet të publikojë për Shqipërinë në muajin korrik. Sipas tij, raporti akuzon shtetin për mungesë transparence, parlamentin si institucion që nuk pyet për grupet e interesit dhe presionet në sistemin juridik. Mis metamorfoza e cila lexon çdo trillim dhe mashtrim që i përcjell Skënderbuçi i saj, falënderoj në një akt hipokrizie ekstreme por raportin që do miratoj Parlamenti Evropian në korrik këtij viti për Shqipërinë. Kur nuk ke cip, nuk njeh kufi, nuk njeh standard, nuk njeh kriter. Në qoftë se ka në këtë raport njerëz të personalizuar jo me emër por me akte, janë Edi Rama, Mis Metamorfoza dhe Altin Troplini. Lideri i opozitës Sali Berisha theksoi se Brukseli është i shqetësuar nga politizimi i sistemit të drejtësisë nga mazhoranca socialiste e Edi Ramës. Continued political interference dhe presionet në sistemin juridik. Unë mendoj se vetëm kjo fjali, këto dy fjali, janë prova të qarta të zëvendësimit në këtë vend të shtetit ligjor me narkoshtetin e Edi Ramës. Ka defekte të mëdha në emrime të antarëve jo magjistrat nga famozja KLG dhe KLP, si dhe integriteti i tyre. Pra, Brukseli konstaton se ka probleme me integritetin e temruarve. Është shkruar këtu raporti që përshëndet Mis Metamorfoza për të mashtruar shqiptarët, prapë kishte dalë. E morët vesh vetë.